Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Allahu Jalla wa ala falenderojmë dhe vetëm për ti ndihmë dhe falë kërkojmë. Nërsa lavdat dhe bekimet e Allahut qofshin i Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, i familjen, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin këtë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, në kuadër të normave dhe rregullave të Kuranit të rëndësishme, është edhe një rregull që Zoti Xhela Xhelalu e ka përmendur në disa sura në Kur'an dhe më konkretisht në surën Al-Fatir në ajetin 17, ku Allahu Xhela Wala thotë: "Wa man tazakka fa inna ma yatazakka li nafsi." Allahu Xhela Wala në këtë ajet ose në këtë pjesë të ajetit, krahas që përmend këtë rregull, në kuadër të këtij rregulli përmend disa mësime të rëndësishme për neve. Në këtë ajet Allahu thot: "O men tazakka", e ai që pastrohet, ta din se këtë ka bërë vetëm për veten e tij. Inna ma yatazakka li nafsi. Këtu Allahu flet për pastrimin e shpirtit dhe pastrimin e brendisë së njeriut, nga të gjitha ato vese të këqija dhe njolla të cilat e pengojnë zhvillimin normal të besimit, dhe gjithashtu pastaj pengojnë manifestimin e natyrshëm të veprave të mira jashtë njeriut, aspektin praktik. Kur ka folë Allahu për pastrimin të nderuar vëllezër, e ka përdorur fjalën tazkiya, faman tazakka, e që vetë përdorimi i kësaj shprehje jep e kuptuese për çfarë procesi bëhet fjalë. Nga se ne nganjëherë kuptojmë pastrim, do të thotë kur një vend që ka qenë i ndotur largohet e ndytësimi i tij, dhe kaq. Por fjala tazkiya në gjuhën arabe ka diçka më tepër se kaq. Nuk e ka vetëm këtë aspekt të pastrimit që ne e kuptojmë. Andaj çka nuk kupton fjala tazkiya që Allahu ka thënë në Kur'an, kush e arrin këtë nivel të tazkiyes që na po themi pastrim, ta dinë se këtë e ka bërë për të mirën e tij, për dobinë e tij, për interesin e tij. Fjala tazkiya në gjuhën arabe ka dy kuptime. E para është pastrim, do të thotë zbrazje e një vendi nga çdo gjë që e njollos. Kjo është pjesa e parë e këtij procesi. Dhe gjithashtu fjala tazkiya e ka kuptimin edhe të shtimit, edhe të zhvillimit, dhe të rritjes. Prandaj shikoni për shembull veç fjala tazkiya që Allah e përmend, në çfarë të mrekullueshme na e përmbyll procesin e ngritjes së një besimtarit tek Allahu Xhela Xhelalu. Prandaj ai që do më ngrit tek Zoti Azza wa Jall, do më ngrit në punë të mira, do të ketë punë kualitative, punë cilësore, fillet e kësaj janë tek pastrimi. E që nuk kupton në bazë të këtij ajeti se nuk mund të ketë shtim të veprave, as në kuptim të sasisë, as në kuptim të kualitetit, nëse janë prezente njollat e vetës tonë. Prandaj, të të nga të njolla, zilia, hasedi, gjelozia, mendimi i keq për njëri tjetrin, ose për Allahun Zotë në ruaj, ose vetëpëlqimi, ose mburja, mendjemadhësia, gjitha këtu e në veset e këqija shumë të tjera, të cilat pa mundësojnë zhvillimin normal të besimit. E kur pa mundësojnë zhvillimi normal i besimit, që ka ndodhë? Ndodhë që ti të bësh përpjekje me ujit pemën e besimit, do të jep mund të shpenzon lodhësh në ujitje, por ajo nuk zhvillohet, nuk rritet. Pse? Nga se nuk është në rrethana normale, dhe nuk mund të ketë as zhvillim normal pastaj të pemës së besimit. Dhe sikur që bën edhe kopshtar në kopshtin e tij, kur don që lulet ose pemët ose çka do të qoftë, do të mbillen dhe të zhvillohen normal. Largon barishtat që janë anash, të cilat e thithin ujin e lulës. Në qoftë se mbetin barishtat anash, nuk mund të ketë zhvillim normal të një lule apo. Dhe kjo është dobi e rëndësishme që Zoti xhallahu ka përmendur në Kur'an kur flet për zhvillimin dhe shtimin e punëve tona. Dhe thash, kam përshëndim me fjalën shtimin e punëve të mira, atë shtimin në dy aspekte, edhe të sasisë, me shtu ala punë të mira më tepër. Ti jetu vodo punë të mira, po hala ka hapësirë për punë të mira. Dhe gjithashtu shtimi që ka të bëj brenda vetë punëve që jemi duke kryer, e që nuk kupton
cilësinë dhe cilësinë e punëve të mira. E dyta që e kuptojmë këtu është se porosia e Kur'anit për të pastruar është e shpërndarë në tërë Kur'anin. Prandaj kjo me kuptu se sa është e rëndësishme kjo dhe gjithashtu Allahu xhallahu ala me këtë thirrje të ndërruar na mëson se prej ku duhet me fillu. Prandaj shpesh herë dëgjojmë ose na vetë si musliman mirë me punë caktuara, duke menduar se prej këtu duhet me fillu, me këtë duhet më marr, kështu duhet jetë agjenda jonë, për shembull, ku e diun ditore, javore, mujore kështu më radh. Nëse Allahu xhallahu ala thotë çdo fillim i cili nuk ndërtohet në pastrim nuk është i suksesshëm. Nëse na i injorojmë smundjet e zemrës dhe i injorojmë vestë e brendshme, duke munduar me e zbukuru dhe me jeshu të jashtëmën tonë, nuk do të ketë sukses ky proces. Nga se është i kushtëzuar me rregullime të brendshmes. Për këtë arsye dhe Allahu xhallahu ala përmend për shembull fjalët e Ibrahimit alayhis salam, i cili kërkon nga Zoti xhallahu ala në momentin kur e ka ndërtuar qapën. Dhe na dim se njeri kur bën punë të mira, një prej kushteve të pranimit të duas ose një prej situatave dhe kohrave që garantohet pranimi i lutjes është pas një pune të mirë. Pas një pune të mirë, e ke bën një punë të mirë, pas asaj me lutë Allahun xhallahu ala, me lejen e Allahut mënduar ka garancë të fortë se duaja nuk kthehet. Pse? Se ti di si po ndërmjetson tek Allahu me këtë punë të mirë që Allahu me ta pranon lutjen dhe zakonisht nuk kthehet lutja. Prandaj shikoni pejgamberin sallallahu alaihi wasallam pas çdo pune të mirë ka bë lutje. Kur e ka bër namazin, çfarë ka thënë kur e ka fal namazin? Ka thënë selam, ka thënë astaghfirullah. Kjo është kërkim falje, është lutje. Andaj ka kërkuar atë që është më e rëndësishme dhe më e madhe që Allah të na i fal mëkatet. Kur e ka bër këtë? Pas punës së mirë. Edhe Ibrahimi alayhis salam kur e ka ndërtuar qapën, dhe kjo është padyshim një nga punë më të mëdha të mira që ka mujt dikush më i bë. Dhe nderimi më i madh që Zoti xhallahu ala ka mundsuar njerëzimit është mundësia që ata të kenë një vendkthim që është Allahu i kënaqur me atë vendkthim të atyre, sikurse është çapja. Ibrahimi asim kur e ka ndërtuar çapën, i ka ngrit durët ka Allahu xhallahu ala dhe e ka lut. Për çka e ka lut? Nuk e ka lut për veten e tij. Nuk e ka lut për në interes të kësaj bote. Por subhanallah, e ka ruajtur atë dua që ka pas mundësi të jetë shumë e dobishme për të, e ka ruajtur për njerëzimin. Dhe pas e ka ndërtuar çapën, ka thënë o Zot, njerëzve të këtij vendi dhe ata që do të vinë pas meje, dërgoja një pejgamber. Wa ba'ath fihim rasulan. Dërgoja një pejgamber. E çka do të bën ky pejgamber? Një nga ato detyrat e këtij pejgamberi që ka kërkuar Ibrahimi alayhis salam që të vjen, e që Allahu i është përgjigj pastaj e ka dërguar Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është yuallimuhumul kitaba wa yuzakkihim. Wa amsan o Zot ajetet e tua, wa amsan porositë e tua dhe yuzakkihim, edhe i mëson se si më u pastru. I mëson se si më u pastru, si me e largu ose me i largu ato vese të brendshme që pengojnë kuptimin e drejtë të mesazhit të porosisë së Allahut xhallahu xhelaluhu. Prandaj edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam të ndërrozer i ka kushtuar vëmendje të madhe kësaj. Për këtë arsye edhe gjejmë që ka kërkesa për pastrim edhe kur kanë qenë njerëz të Mekë. Para se me pas kërkesa për disa urdhna praktike sikurse është namazi, që kanë ardhur vonë. Për shembull namazi është obligu, do thotë në fund të periudhës mekase, pak para se me shku në Medinë, do mas 13 viteve. Pastaj gjithashtu Ramazani, agjërimi, është obligu tek mas hijretit. Haxhi këtë në fund të jetës pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Do këto aspekte praktike kanë ardhur të vonuara në obligueshmëri. Përderisa kërkesa për pastrim është e hershme. Prandaj Allahu xhallahu ala në fillim në ajetet e para si e ka zbrit ose ka fillu zbrit në Kuranit, ka fillu me kërkesën për pastrim. Ja eyuhel mudaththir, o ti imbuluar. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur ka qenë në shpellë, ka ardhur ajeti Iqra, lexo. Dhe normalisht kjo nuk ka qenë e thjeshtë përjetuar nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ka qenë e vështirë e rëndë,
ose po vjen një melek, po të ka, po strëngon një kërkesë, kurse keni nuk po din çka po ndodh, ka qenë pak shqetësuese për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ka shkuar në shtëpi dhe e kanë kaplu ethet nga ajo që i ka ndodhur. Ka shkuar të mbulu, shikoj tek në fillet e shpallës. Kjo është tek starti. Allah i ka thënë: "Ja ayyuhal mudaththir", o ti mbulur, kum fa anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir. Ngritu, se ti ki detyrë, ti ki punë. Wa rabbaka fakabbir, Zotin tënd madhroje, wa thiyabaka, edhe brendin tënd e pastroje. Thiyab, këtu është përsim teshat e tua, dhe dietarët kanë thënë se është përsim edhe tesha e jashtme, mirë po është përsim më tepër tesha e brendshme. Petku i brendshëm, thiyabaka, petku e brendshëm pastroje. Në fillet e shpallës, para se marrë çfarë do lloj obligimi, çfarë lloj vepre praktike, Allahu ka kërkuar që brendia të pastrohet. Dhe kjo me kuptu kërkesa e Ibrahimit alayhis salam, do të thotë gjithashtu edhe normal. Kjo kërkesë e Allahut Muhammedit sa në fillim dhe trajtimi i kësaj teme në Kur'an, sikurse edhe mund të shtohet këtu surja Ash-Shams, ku Allahu xhallahu ala betohet në këtë sure në 11 betime. Paramendoni 11 betime. Wash-shamsi wa-duhaha wal-qamari idha talaha, 11 betime. Betohet Allahu në diellin, në hanën, në ditën, në natën, në shumë krijesa të tij Allahu betohet. Për çfarë Allahu po betohet? Për neve si besimtar, veç kur Allahu përmend diçka është më rëndësi të madhe. Kur të betohet një herë, i shtohet rëndësia shumë kësaj pune. E paramendoje kur betohet për një punë 11 herë, sa është kjo pastaj më rëndësi? Patyshim se është e një rëndësie madhore, primare, nuk ka diçka më primare se kjo. E për çka Allahu po betohet në surën Shams 11 herë? Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allahu xhallahu ala thot, ka shpëtuar ai që ka pasruar, ndërsa ka humbur ai që ka lënë të njëllosur dhe të ndytur. Kanë vetën e vetë, brendinë e tij. Pra të ndërrodhë sot për shembull gjejmë shumë, edhe kjo është normal, obligimet që i kemi praktike të jashtme duhet me kushtu vëmendje, duhet me kushtu rëndësi. Mirë po duhet dy fishin e kësaj me kushtu vëmendjen kujt? Aspekt të brendshëm. Do të thotë të shikojmë se ku qëndron zemra jonë. A është kjo zemër, do të thotë në detyrën e saj. Dhe Allahu xhallahu ala e përmend tek pastrimi se ka të bëjë me çrënjosje të veseve dhe pastaj me mbushje me atë që është e dobishme. Do duhet me largu diçka nga kjo zemër, nga brendia, sikur të thash, me largu xhelozin, me largu zilin, me luftu sa të mundesh. E të tjera sikur të thash, mendje mallësie, vetpëlqimi. Kur ato të largohen, zemra bëhet një tokë e plashme që pastaj të mbjellim të vepra të tjera të mira. Për këtë arsye edhe kur ankohemi nganjëherë se nuk po e përjetojmë ndoshta namazin si duhet, nuk po e ndijmë atë frikën ndaj Allahut si duhet, madje ndoshta as dashurinë ndaj Allahut nuk po e ndijmë si duhet. Gjithë kjo është për shkak të barishteve që po pengojnë zhvillimin normal të pemëve të besimit. Andaj Allahu xhallahu ala kur i jep rëndësi kësaj pune, nën kupton se edhe agjenda jon, shqetësimi jon, interesimi jon madhor duhet jetë në këtë drejtim. Çdo ditë të shikojmë se ku jemi ne me këtë punë. Dhe në momentin kur ju e detekton, e zën vetën e tij. Normal, çdo kush e njeh vetën e tij. Andaj edhe Allahu thotë, "Për men të zak ka kjo rregull, që se pastrohesh, këtë ke bu për vetën tonë." Që nuk kupton, ti e din më mirë se a duhet të pastrojë. Ti e din vetën tënde. Çdo kush e din në brendin e tij se a ka zili, a ka vetpëlqim, a ka mendje mallësi, a ka këtë e din çdo kush nga vetja e tij. Prandaj në momentin kur detekton se ka mundësi që të mbjellur barishtet e tilla të veprave të këqija në brendinë e zemrës tonë, të shpejtojmë të largojmë të pastrohemi. Omeri radiallahu ta'ala anhu të ndërozër, një ditë do të thotë kishte ngacmuar zemrën e tij. Shikoj, veç e ka ngutë zemrën një lavdat e njerëzve. Cila është ajo lavdat? I thonin ja emir el mu'minin, o prisi besimtarëve, ti i pari jon, ti më i madh jon. Dhe këto thirrjet e vazhdueshme të njerëzve, normal ky është titull që ja kishte dhënë pozita, ishte në pozitë të tillë, dhe është normal që njerëz me thirr në bazë të titullit. Mirë po,
sikur e ngacmoi dhe provokoi zemrën e Omerit kjo thirrje e vazhdueshme lavdëruese e besimtarëve ndaj tij dhe si dukej e ndiu një lloj vetpëlqimi në zemrën e vet. Shikoni i pari njerëzve këtu. Çfarë bëri? Më një herë. Shikoj njerëz të pasur nuk lejojnë që njëlla të qëndrojnë gjatë në zemër. Më një herë. Doli para njerëzve dhe filloi me fol disa fjalë që njerëzit e kuptojnë çka po thotë. Tash më dalë të na ashtu një thonë çu ky paska. Nuk ka rregull ky paska lut. Nësa e dole dhe tha, ti prisi besimtarve, po ti e din vetën, falke me vetën e vetë, duke tentu me nënçmu vetën e ti para tjerve që mos t'i jap një rast vetës me kalu në vetë pëlqim. Andaj, njëri kur e shef vetën e ti se ka mundësi me shku ka, Allah në ruajt, ka zilia, ose nga gjelozia, që është të thot te kalimit kufive, aty ku nuk duhet me kon xheloz. Ose për shembull tek vetpëlqimi ose tek mendimasi, ato që i ceka më herët. Allahu thot, shpejto dhe pastroj, largoje. Nëse e bën, ti kimi apo harë më shumëti. Ti kimi përjetu kënaqësinë e këtij pastrimi më shumëti. Nga se pastrimin e bën për vetë, jo për Allahun xhallahu ala. Allahut nuk i duhet as zemra jon, as pastërtia jon, as punët tona. Nëse këtë e bëjmë, e kemi bërë për veten tonë. Dhe pika e fundit që duhet të përmbyllim me të është e si të pastrohemi, me çfarë uji ta shpërlajmë brendin ton, padyshim të ndëruar nuk ka ilaç më efikas për pastrimin e vetëve tona se fjala e Allahut azza xhala. Lezo Kur'anin dhe në Kur'an e gjen veten tënde. Allahu thotë wa minan nasi, ka për njerëz që bojnë kështu, çfarë ai çajti? Allahu thotë wa minan nasi, ka për njerëz që bojnë kështu, çfarë ai? Allahu xhallahu dikun lavdon do njerëz, çfarë bën pjesë atë? Dikun Kur'an qorton do njerëz, thotë nuk mos këta janë, nuk janë mirë ta. Surën Tauba për shembull. Surja Tauba i ka disa emra të tjerë. Do thotë shumica e surave të Kur'anit të ndërozur kanë më shumë se një emër. Mirë po, këta emra që sot i njohim në surat janë që të gjithë dietarë janë pajtimi se kështu emërtohen në parim surat. Pastaj kanë nga një emër ose kanë dy anash që do të qesin e shesh kuptimin dhe përmbajtjen e surës. Andaj sura Tauba, që në përthemër surja e pendimit, nga se në fund të kësaj sure ka ardhur pendimi për tre nga shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që nuk janë bashkangjit në një nga luftat që ka ecë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Mi po kjo sura Tauba ka dhe një emër. E që ky emër pastaj na bën neve që pak më shpesh me ra ka sura Tauba. Sa të bëka emrin El-Fadiha, demaskuese. Ajo i demaskon njerëzit. Shumë aty përmendën disa janë marrë se tu, e thojnë kështu, e kënë se jemi na të mirë, po na kena dashur me bu mirë, nëse Allahu xhallahu isha i qetësesh. Këta s'kan dashur me bu mirë, as s'kan pasur me bu këtë punë. E qetësesh atë brendin reale të njerëzve. Andaj ti kur lexon surën Tauba, nuk do të thonë se duhet me lexu për do njerëz që kanë qenë kohra të kaluara, që pas kanë qenë këta me pejgamberin sa. Çfarë njerëz pas ka pas? Lejtë njerëzit. Shikoj ato cilësi, ato që ka përmendur Allahu në surën Tauba, a je ti dikun me to? A ndodh ti me u arsyetu nga njëra për një obligim që realisht ti e di se kjo arsye është e paqëndrueshme? Ose të tjera që i ka përmendur Allahu në surën Tauba, ose me marrë në surën Munafikun. Surja Munafikun, surja e hipokritave. Një surë Allahu xhallahu e ka përmendur për njerëzit që ndryshe sillen e ndryshe mendojnë, apo ndryshe veprojnë në publik e ndryshe kur janë fshehur azi. Një surë, lexoja surën Munafikun. Shikoj Allahu çka thot për ta. Janë kështu, janë ashtu, ata flasin kështu, ata thonë kështu, ata veprojnë kështu. Dhe mos u mundon tash me i gjet të tjerët në këtë surë, po mundohem me i gjet veten tënde në këtë surë, mos voni nga ata. Prandaj hapi i parë i pastrimit është shoqërimi me Kur'anin. Alhamdulillah, është e mundshme. Ka në gjuhën shqipe, merë lexoje këtë surë, atë surë, kërkoje veten tënde në Kur'an dhe pastrohu me fjalët e Allahu xhallahu xhelalu. E dyta që ndihmon me u pastru me lenin Allahu xhallahu xhelalu, që do thotë, nëse ne kemi kuptuar seriozisht pastrimin, do t'i kuptojmë seriozisht pastaj edhe hapa që duhet me ndërmarr. E dyta është vetë llogaritja e vetes tënde. E që është një proces shumë i rëndësishëm, por fatkeqësisht shumë mungon në jetën e njerëzve.
Omeri radiallahu anhu ka thënë, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Llogaritni vetën e juaj para se të llogaritni para Allahu xhallahu ala. Shikoj xhenetën, ulë dhe mëno. Ulën vetëm dikun, hajde gjysore para namazit në xhami, ose dikun shpejt, ose dikun vet kur je, ulë dhe mëno për gjendjen tënde, për raportet me Allahun, për raportet me të tjerët, për gjuhën tënde, për zemrën tënde. Dhe shikoj thy vetes tënde, a je i kënaqur me çet xhenet, çu jemi dorë Allah përpara. Valla kisha pas çfarë këto me hekë. Po hekë pra. Andaj nuk ka proces më efikas për pastrim se vetë llogaritja. Se vetë llogarimul. Andaj Allahu xhallahu ala thot në atë surën që lexuam në namaz në rakatin e dytë, ya ayyuhalladhina amanu taqullah. O ju që keni besuar, ruajuni nga dënimi i Allahut. Me çka? Me çka më rujt? Çfarë na vendosim para dënimit të Allahut? Cila është e vepër? Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Le të shikon çdo kush për juve çfarë ka përgatitur për nesër. Do thotë vetë llogaritja është mbrojtja më e mirë nga dënimi i Allahut xhallahu ala. Shikoj ka thonë ittaqullah në fillim, keni frikë Allahun, ruajeni nga dënimi i Allahut me çka? Me vetë llogaritje. Wattaqullah, prap ruajeni nga dënimi i Allahut, nga se Allahu e din inna Allaha khabirun bima ta'malun. Allahu e din çfarë ju bëni. Andaj e din Allah kush jeti. Prandaj pastrau e hjekja të tmeta e mos u merr me lavdot të njerëzve dhe mos u habit me mbulesën e Allahut që Allahu të ka mlu. Prandaj njerëzit nuk na njohin me brendin ton, po na njohin me çfarë? Me të jashtëmën ton, me mbulesën. Të gjitha të metat Allahu xhallahu e ka mbuluar në aspektin e jashtëm. Për të mbetin. Për këtë arsye dhe ka thonë Imam Ebu Hanife rahimahullah, ka thonë, po të kishim pas mëkatet erë, nuk kishte pas mundësi askush më nejt afër njëri tjetrit. Pa nëme me konë për shambull, çdo emet që e ki, me konë nga një vin ftyra, pëtëm. Çdo kush për një kishte me qenë kishte me shpejtu mu pasru. Por Allah na ka mbulu. Për farë na ka mbulu, nga mshira ati që të ne jep afat për pastrim, ne jep afat për pendim, ne jep afat për rregullim, por mos na mashtron petku i jashtëm, mos na mashtron mbulesa, nga se realisht do të vijë një kohë kur ai largohet. Ai largohet. Allahu thot në Kur'an, "Yawma tubla as-sarair." Yawma tubla as-sarair, adet do të dalë në shesh sekretet, largohet petku që të ka mlu, dal në shesh realiteti kush je ti real. Prandaj para se të vijë ajo kohë kur largohet petku, largon aspekti jashtëm, dal në shesh brendia, dal në shesh realiteti, pastro. Sa të ka Allahu afat, sa të ka Allahu mundësi, prandaj vetë llogaritja është me të vërtet një element i rëndësishëm që ka të bëjë me pastrimin. Element tjetër që ka me pastrimin të ndërrozur është gjithashtu përmendja e Allahut ato gjë. Dhe shumë dietarë e kanë përmend se dhikri, përmendja e Allahut, me përmend Allahun sabah, gjatë ditës, masdite, në akşam, gjithmonë. Me përmend është ibadet i lehtë. Mirë, po kanë thënë dietarët, do thotë kjo vepër, përmendja e Allah xhallahu ala është do të thotë sikurse një detergjent shumë efikas që pak pika po ran mbi ndytësirën e largojnë. Sikurse ka sot detergjente shumë do të efikase, ka do të jetë pak më dopt, do të jetë më efikas, pak pika dhe largon edhe njullat më të thella. Pse? Se është efikas, është i fuqishëm, ka përbërje kimike të fuqishme që largon këtë njullat. Andaj dhikri Allahu xhallahu ala pastron zemrën, e bën të lmushme, e bën të butë. Nëse Allahu ka thënë ela bi dhikrillahi tatma'innul qulub, me përmendjen e Allahut qetësohen zemrat. E zemra është e turbullt, është e çrregulluar, është e trazuar kur ka barishte, kur ka mëkate. Kur ato largon, qetësohet, si thush subhanallahu, qetësohet, elhamdulillah, qetësohet, thush Allahu akbar, qetësohet. Prandaj nuk e qetëson këtë zemër askush më mirë se sa përmendja e tij. Dhe e katërta që duhet të përmend mos më zgjat, nga elementet që na ndihmojnë më u pastruar është të lexojmë dhe të mësojmë për biografinë e burrave të mirë, si kanë qenë ata. Shikoj ata çfarë kanë bërë. Për shembull, sikur se morëm Omerin radhiyallahu anhu, ose merë për shembull Abu Bekrin para tij, ose Aliun radhiyallahu anhu, ose sahabët e tjerë, ose burrat e mirë. Shikoj çfarë punësh kanë bërë ata të mëdha, çfarë angazhimesh kanë bërë, prapë asnjëherë nuk e kanë larguar nga zemra e tyre kërkesën ndërtuar Allahut që Allahu t'ua pastron zemrat. Njëri nga dietarët e mëdhenj bashkëkohor
i cili njëkohë ka qenë edhe muftiu i Arabisë Saudite, Sheikh Ibn Baz rahimullah, dietar i madh dhe i njohur, do me përmasa botnore, ka dhënë kontribut të madh dhe mësime të mëdha dhe udhëzime të mëdha. Njëri nga shoqëruesit e tij thotë, kam pas rastin që në umrën e fundit, umrja do të thotë vizitë çapës jashtë kohës së haxhit. Do të ka tawafin edhe ka sajin, veç nuk ka kurrë më tepër. Do të më shku nga Safa dhe Marwa, do më është edhe qetën e flokut, do është diçka shumë e kufizuar se haxhi. Thotë në umrën e fundit që ka bërë Sheikh Ibn Bazi rahimullah, thotë pa të rastin të jem afër ti. Duke bërë tawaf, duke zyrë çapës, thotë e tër lutja ti, dhe ndëruar kjo është, do të thotë pas moshës 80 sa vjeçare ato. Do të thotë para mendoj minimumi 70 vjet kaluara në dituri, e në dhurim, e në kontribut, 70 vjet minimumi. Do të thotë të kaluara në punë të mira dhe në angazhime të mëdha, që jo që ka poharin familje vetë dhe veni vetë, po bëhet ambar. Ky njeri çfarë thonte në tawafin e tij të fundit, nëse pas saj kohe, për pak kohë ka vdekur rahimahullah. Thot lutja e tij ishte e vazhdueshme. Allahumma aslih li nafsi. O Zot, ma pastra dhe ma rregullo brendin time. S'ka përfundu hala ky proces, hala po kërkon çdo, nga se është më rëndësi. Din me është shumë nefsi i brendshëm, shumë dinak, din shumë keq me tu hakmin kura kur se pret fare. Prandaj mbajtja në kontroll dhe leximi thash i biografisë të këtyre njerëzve që më kuptues se me çka do të marr, sa do të më rujt veten, sa do të më pas kujdes e kështu me radhë. Dhe lutja, dua me bë. Lut Allahu xhallahu ala, sikur se ka lut pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, duke thënë Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Kjo është një nga lutjet më të shpeshta që i bën te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. E që do të thotë Allahumma ati nafsi taqwaha, o Zot, më pajes zemrën time, më stolis brendin time me devotshmëri, me punë të mira, o zakkiha, dhe më pastra, shikoj zakkiha, kjo fjalë tezkia, më pastra, më rregulla, më shto brendin time. Anta khairu man zakkaha, qase nuk ka kush e pastron më mirë se ti. Anta waliyuha, ti je krijuesi i saj, ti je miku i saj, ti je afërmi i saj. Dhe ti ai që ke në mbikëqyrje dhe në kontroll brendin tim apo. Andaj lut Allahu xhallahu ala me të pastruar, me të rregullu, që nesër ditën e gjykimit të dalësh para Allahut i pastër nga tmetat dhe gjithashtu me bagazh të shtuar të veprave, edhe shtim në sasi, por edhe shtim në kvalitet. Prandaj kush e bën kët, ta din se dobin e tërë kësaj, veç ai ka më përtu. Nuk ka më përtu askush më mirë se vetë ajo të dobin dhe interesin e këtij proces të këtij pastrimi, sikur se thash, Allahu thot në këtë rregull, "Wa man tazakka fa inma yatazakka nafsi." Kush është pastru, këtë ka bërë ta din veç për interes të vetës së tij, se nuk ka interes më të madh për neve se sa pastrimi i veteve tona. Do të ne pastrojmë zemrat tona dhe na mësoj që të pastrojmë dhe të shtojmë punë të mira, edhe shtim në sasi, por edhe shtim në cilësi dhe kualitet. Zoti ju shpëlbojë deri në takimin e ardhshëm. Sallallahu ala Muhammed wa ala alihi wa sahbihi sallam.